Një atentat me lëndë plasëse ndodhi të shtunën në mesnat në lagje nr. 3 të Sarandës, ku viktim mbeti një 58 vjeçar. Lënda plasëse ishte vendosur në automjetin tip Toyota me të cilën udhëtonte 58 vjeçari Isuf Jaçaj, i cili gjeti vdekjen e menjëhershme. Shpërthimi i fortë shkaktoi panik te banorët dhe kalimtarët në zonë, të cilët njoftuan policinë. Isuf Jaçaj është babai i Klaus Jaçajt, i arrestuar pak muaj më parë për përkrahje të autorit të krimit. Familja Jaçaj ka qenë disa herë shënjestër e atentateve për shkak të konflikteve të vazhdueshme me persona të ndryshëm ndër vite. 58 vjeçari Isuf Jaçaj në qershor të vitit 2010 mbeti i plagosur pas një sherrri me sende të forta në lagjen nr. 4 të Sarandës, ndërsa në tetor të vitit 2011 i shpëtoi një atentati me armë zjarri. Po ashtu në vitin 2022 Isuf Jaçaj u përfshi sërish në një sherrë në lagjen nr. 4, ku u arrestua bashkë me një person tjetër i cili posedonte armë zjarri. Familja Jaçaj është paralajmëruar për këtë ngjarje të rëndë, ku më 21 korrik një person i maskuar vendosi një sasi lënde plasëse në automjetin e djalit të 58 vjeçarit Klaus Jaçaj. 32 vjeçari Klaus Jaçaj u arrestua për përkrahje të autorit të krimit, sepse u përfshi në një sherrë më 17 korrik, ku miku i tij Ramazan Zoto plagosi me armë Gëzim Hajdaren dhe Ernest Lamon, të dy nga Kamza. Personi që vendosi tretolin në automjetin e Klaus Jaçajt ende nuk është identifikuar nga policia, ndërsa pista kryesore e hetimeve për vrasjen e Toatit mbetet hakmarrja. 58 vjeçari Isuf Jaçaj punonte si operator turistik dhe shoqëronte me skaf turist në brigjet e Sarandës.